Banorët e Rjollit janë ngritur sërish në protestë këtë të shtunë kundër ndërtimit të resortit luksoz të investitorit Bashkim Ulaj. Pas grumbullimit në rrugën kryesore, ata zbritën në kantierin e ndërtimit që është rrethuar me mure dhe gardh me tela e gjëmba, duke bërë shëmbje në tyre. As ndërhyrja forcave policore të shumta që kishin mbërritur në zonë nuk ndaluan dot protestuesit. Në brendësi të kantierit ata u përplasën me efektivët. Jemi të vendosur të mbrojmë tokën e të parëve, shprehën banorët, duke akuzuar se kjo e fundit po u grabitet haptazi. Me gjithë thirrjet e drejtorit të policisë Shkodër Gentian Berberi për t'u tërhequr, banorët nuk u ndalën derisa shëmbën pjesën më të madhe të rrethimit. Hapat që pusëm ato telet që ne kanë zonë tokën, atë më apo me territori komplet. Jena në tokën, në vend tonë, na hjekni qafet, na hjekni qafet, na hjekni qafet. Na lironi vendin. Na hjekni qafet. Na deri që të bani, vitu na keni. Largonju, na hjekni qafet. Se po ti jesh kriminal, po ti jesh oligart, po ti jesh i pushtetit, ruhesh me polici. Një shok i tyre para javet në Gjirokastër u vra, se shkove me i makinë policie që e shlyshin, i makinë mërdhejton, 27 fugona policie të Rjoll. Ajo që mua më lem shpirt, është kemi një qeveri pushtet. Aja duhet i thojnë banorëve, përballë me ligjin, dhe pak e në me ligjin, zot më neshtu me ba viktim njerëzit. Nga keni ardhë, sot? Nga Labria. Se erdhe? Është e pa drejtë. Oligarkët këtu po bëjnë namin në Shqipëri. Jo vetëm këtu, po në të gjithë vendet. E kupton, është super e pa drejtë. Nuk ka as plane të mirë studiuara, se nuk ka njëri që është kundra zhvillimit. Po ti nuk mundet të thuash zhvillim këtyre hekurave dhe këtyre gurve. Shifini gurët si i ke bërë. Shive betonin si i ka bërë. Ju mendoni se ata turistët me 5 yje do vinë për betonin, po i keni parë rrugën, i keni parë gjërat. Edhe në është një çmenduri, këta duan të vjedhin dhe vjedhin edhe aty ku s'është për të vjedhur, kanë kaluar çdo limit. Sa je kanë? O hera po që po kështu. Unë po, jo është je kanë civila, je kanë punë jote nuk civilacion. Unë për ne erdha me shtyje këtë, nuk sa më bëva. Po jo më bëj, jo, bëj kur të rcoj këtë. Në muisha. S'mojta, s'kam të bëj. Po të mos e prek më. Mirë. Jo për zotën nuk më një gej. Ne po bëjmë 5 muaj që protestojmë dhe rezistojmë për zbrojt tokën tonë, për respektu natyrën si që ka batë për tonë. Dhe shikoni që bajnë ata vetëm për 5 muaj. Shpëllzojnë çdo gjë, vendosin tela me gjëmba, vendosin beton, kangjëlla. Jena bashkë dhe nuk do tërhiqena, derisa kjo klasë e korruptuar politike të shporret. Ne janë dërës polizot më, që e të kamionët të tonë. Si ka një rast gjysha, s'ka të rgjysh më arto. Toga jona. Protestuesit pretendojnë se investitori Ulaj u ka rëmbyer tokat për të cilat janë ende në procese gjyqësore. Ata thonë se kërkojnë të drejtën e tyre, ndërsa ju bashkuan refrenit të protestave në Tiranë, duke kërkuar dorëheqje. Resorti që po ndërtohet shtrihet një sipërfaqe prej 147.2 hektarësh. Punimet kanë nisur në muajin shkurt, por ditët e fundit kantieri i ndërtimit u fortifikua me mure të larta. Kjo mas duket se është marrë pas protestave të vazhdueshme të banorëve të Rjollit.